nuk udhton më njeriu i edukuar, i sofistikuar, i cili do të paguaj, nuk udhton më për godina moderne. Pse? Sepse modernizimi është kudo dhe nuk ka pse të shkojë në një vend i cili është një kopje e rëndomt e një arkitekture moderne të një vendi tjetër. Ai do të vi këtu për fshatrat autentik, do të vi këtu për qendrat e arkeologjisë, do të vi këtu për bregun e ruajtur të paprekur, do të vi këtu për peizazhet historike, të dëgjojë polifonin apo fyet apo cylën dyare. Do të vi këtu për kulturën autentike të vendit. Nuk mund të vi këtu për një kitsch. Dhe ky është problemi, mendoj unë. Pra kjo është një debat i thellë. Dhe mendoj që kryeministri duhet kishte rreth vetes njerëz të cilët do ta debatonin këtë gjë me të, për ta, si thua, frenuar në konceptin e tij modernist, pra për të sjell realitetin dhe për t'i thënë që modernizmi, nëse ti e aplikon në fushën e turizmit, do ta dëmtoj vendin, nuk do ta bëj më autentik. Mund t'ju jap për shembull një rast shumë interesant. Për shembull, Rama ka sjell në një ndër këto projektet e Albanian Files, ka sjell një nga arkitektët më të mirë sot në botë, që është ai arkitekti japonez, i cili kërkon të bëjë një ndërhyrje në Butrin. Në vetvete, arkitekti japonez i ftuar nga Rama është një risi, është një kryevepër që një emri kaq i madh i arkitekturës botërore vjen në Shqipëri për të bërë një vepër. Absolutisht është një gjë shumë e mirë. Momentin që Butrintit kjo gjë pra. Momentin që ti konceptin e këtij arkitekti japonez, sa do të bukur dhe elegant të ketë, e vendos në një qendër antike që vjen nga thellësia e shekujve, vjen nga Troja antike, është një vend i cili përmend nga Homeri, është një vend i cili ka kaluar kaq e kaq gjurmë të lashtësisë mesdhetare, nuk mund të ketë një kontekst japonez. Pra, nuk ka sens. Nuk ka sens në një vend i cili është që fillicat e veta ka nga periudha antike e Homerit, nuk mund të përfundoj me një, si thua, shtresëzim japonez. Kushdo që e dëgjon thonë kanë luajtur mendsh në Shqipëri se nuk ka mundësi. Pra, duhet parë konteksti. Pra, nëse dikush thotë, dhe unë e kam dëgjuar që kryeministri, si mund juve të kundërshtoni një arkitekt kaq të famshëm japonez? Jo, nuk kundërshtohet për një diçka tjetër, po jo në një qendër antike si Butrindi. Më kupton ndryshimin? Çfarë po i bëjnë Butrindit? Butrindin e njeh shumë mirë. Si është keq menaxhuar mbase kohët e fundit, çfarë duan të bëjnë aty me copsat që po ja heqin për fshatra turistik, na i përshkruaj pak për atë që nuk e ka iden fare. Patjetër, unë ja u shpjegoj mjaft mirë, sepse në fakt, dhe duhet të thënë një gjë, unë jam shumë dakord me Ramën për atë që ai ka quajtur hipokrizinë e mediave ndërkombëtare për sa i përket Zvërnecit. Pse? Sepse të gjitha mediat ndërkombëtare kanë shkruar për Zvërnecin për faktin se aty është familja e presidentit amerikan. Pikërisht për atë kanë shkruar, sepse drama e vërtetë e Shqipërisë është Butrindi. Dhe nëse media ndërkombëtare do të kishte me të vërtet ishte shqetësuar për trashëgiminë kulturore shqiptare, për flamingot e tjerë, do të shqetësoheshin për atë që po ndodh në Butrind, sepse Butrindi është pasuri botërore e UNESCO-s, është një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë të Mesdheut, është një vend i cili lidhet që me periudhën e luftës Trojës, Homerin dhe të gjithë historitë e tjera pafund, pra që mos ja u zjas në këtë emision. Është një histori që dhe zbulimin e vet e ka pasur nga një personalitet tjetër shumë i rëndësishëm në shekullit të 20, siç është Benito Mussolini, i cili ka financuar personalisht gërmimet në Butrind, pra sepse është përdorur për propagandën e fashizmit e tjerë. Është një vend i cili ka shkuar sekretari i parë i Bashkimit Sovjetik Nikita Khrushchev, ka shkuar e ka vizituar bashkë me mareshalin Zhukov dhe një personalitet tjetër sovjetik, dhe njerëzit më të rëndësishëm të planetit shkuan e vizituan. Dhe mbas rënies komunizmit, dy nga njerëzit më të famshëm në Angli,
të cilët në një farë mënyrë ranë dashuri me këtë vend, ndihmuan për ta ruajtur, për ta zhvilluar, dhe për ta ruajtur për brezat që do vinë në Shqipëri. Dhe e gjithë puna e këtyre njerëzve, përfshirë dhe puna ime, përfshirë dhe puna e zotit Rama në atë kohë kur erdhi si ministri i kulturës. Ka qenë konstruktive pra, në atë periudhë. Ishte për të krijuar një nga modelet më të mira të mesdheut. Pra ne jo vetëm mbrojtëm qytetin antik, po mbrojtëm dhe peizazhin për qark. Pra u krijua parku i Butrindit, u krijua një qendër buffer zone që quhet, e cila ndalon çdo lloj ndërtimi brenda. Dhe ishte ky një koncept modern i cili u mor nga UNESCO në atë kohë dhe sot përdoret. Pra qofse ti do shpallësh një qendër arkeologjike si zonë të UNESCO, duhet mbrojtësh dhe peizazhet. Koncepti i parë që u fut ishte Butrindi. Tani ç'a ndodh? Të gjithë ne që jemi përpjekur për ta ruajtur Butrindin, jemi përsëri në të njëjtën llogore, pra për mbrojtjen. Ndërkohë, vetëm njëri që la llogoren e mbrojtjes ishte zoti Rama. Po pse i ndodhi ky transformim Ramës? Atë do ta thrisnin juve në podcast apo? Jo, pyetja është i mbaruan hapësirat në Tiranë, nuk ishte më ku zhvillonte dhe do gjente. Jo, është ajo që tham pra, koncepti i zhvillimit të Shqipërisë, modernizimi i Shqipërisë. Pra është tjetër, jemi tashmë në një fazë tjetër, nuk jemi më në fazën e kryetarit të bashkisë, jemi në fazën e kryetarit të qeverisë së Republikës. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo, që para 4 vjetësh, nëpërmjet Fondit Shqiptar Amerikan AADF, qyteti antik ju dha atyre në administrim, gjë që është një turp për kombin shqiptar, ku i hiqet kombit një pasuri kaq e rëndësishme dhe jepet një fondi të huaj, i cili nuk ka absolutisht asnjë të drejtë të menaxhojë pasurinë kombëtare të një vendi sovran, dhe në mënyrën që zoti Rama mendon që shqiptarët në përgjithësi nuk e kuptojnë çfarë po bëhet, pra kemi një flamur amerikan të ngulur në Butrind, pra nën këtë flamur tashmë, hapësirat e parkut, gjë që nuk është njësoj si qyteti antik, pra janë dy gjëra të ndryshme, hapësirat e parkut po jepen për ndërtim. Pse? Se është zona më e ruajtur e mesdheut, jo e Shqipërisë, e mesdheut, pra në ngushticën e Korfuzit, ajo zona atje që unë kam ruajtur për 20 e ca vjet në dobi të popullit shqiptar, është një nga vendet më të lakmuara në mesdhe dhe i është dhënë një ndërtuesi afër qeverisë dhe në veri të liçenit i është dhënë një tjetër ndërtuesi afër qeverisë dhe në 2 vende të tjera po i jepet dhe 2 ndërtuesve të tjerë afër qeverisë që të krijojnë brenda zonës së mbrojtur, brenda zonës me të cilën ne pala shqiptare dhe pala britanike dhe pala ndërkombëtare e ka ruajtur për 20 e ca vjet, mos më shumë, tashmë do të zhvillohet. Dhe kjo mendoj unë është një nga krimet e mëdha që po i bëhet hapësirës territoriale të vendit. Nëse këtë plan shoqëria shqiptare ndalon tani, kemi mundësi ta shpëtojmë Butrindin? Patjetër, është pak, domethënë, ka shumë dëmtime sepse pjesa ajo pikza e vogël që tashmë ka hyrë në leksionin publik e zonjës Kumbara. Është një katastrofë në vete, po dhe ndërtimi që po bëhet midis Ksamilit dhe kanalit Vivarit, është një tjetër dramë vete, po dhe ato që po planifikohen të bëhen brenda zonës së mbrojtur të Butrindit, do t'jenë përfundimisht shkatrimi asaj zone dhe do t'jetë një nga dramat më të mëdha të prishjes së trashëgimisë kulturore, peizazheve historike, peizazheve të mbrojtura, të gjitha me radhë. Pra Butrindi mendoj unë është ajo që shqiptarët mund ta shohin me sytë e tyre, çfarë do t'i ndodhi Karavastaz, Zvërneci, Dajti, Divjakës, Thethi, të tjerë. Pra ajo po ndodh, kështu që mund ta shohësh shumë kollaj. Prandaj nëse keni vënë re ju, nga pala e qeverisë nuk del absolutisht asnjëri të flasi për Butrindin. Pse? Jo se unë jam njeri zoti, por sepse unë them atë që ka në teren. Pra shko shikoje vet. Pra kjo është mendoj unë sfida më e madhe dhe askush nga institucionet shtetërore nuk dalin për të thënë që Aroni gabon ose Aroni ka gabim ose gënjen ose nuk e di. Sepse ajo po ndodh. Thjesht duan ta lënë në hije, mos flas askush, po që të vazhdojë ajo që po ndodh.